Një mëngjes i zakonshëm, një grua zgjohet duke ndier një dhimbje të lehtë në nyjet e gishtërinjve. Nuk i kushton vëmendje të veçantë, por me kalimin e javëve, dhimbja bëhet më intensive. Ajo fillon të vë re se edhe gjuri i dhemb, veçanërisht kur ngjitet shkallët. Kjo situatë nuk është e pazakontë. Miliona njerëz në të gjithë botën përballen me të njëjtën problematik çdo ditë. Shkaku, aciditeti i tepërt në trup dhe një armik i heshtur që qëndron pas tij, urthi. Urthi është një gjendje mjekësore që ndodh kur kristalet e acidit urik grumbullohen në nyje, duke shkaktuar inflamacion dhe dhimbje të forta. Por si arrin acidi urik të mbizotërojë organizëm dhe më e rëndësishmja, çfarë mund të bëjmë për ta ndaluar këtë proces përpara se të kthehet në një problem kronik? Trupi njerëzor është një makinë e sofistikuar që punon vazhdimisht për të ruajtur ekuilibrin. Një nga ekuilibrat më kritik është ai i pH-s së gjakut. Kur trupi bëhet shumë acid, njësër procese shëndetësore fillojnë të shkojnë keq. Acidi urik, një produkt i mbeturinave që krijohet gjatë thyerjes së purinave në trup, fillon të akumulohet. Kur nivelet e tij ngrihen tej mase, kristalet formohen dhe depozitohen në nyje, duke shkaktuar atë që ne e njohim si urth. Por lajmi i mirë është se kjo gjendje mund të parandalohet dhe menaxhohet. Ekzistojnë metoda të provuara shkencore që mund të ndihmojnë në uljen e aciditetit trupor dhe në parandalimin e urthit. Le të eksplorojmë 5 nga mënyrat më efektive. Mënyra e parë: hidratimi i duhur dhe rëndësia e ujit alkalin. Uji është themeli i jetës, por shumë pak njerëz e kuptojnë vërtet se sa thelbësor është ai për menaxhimin e aciditetit trupor. Kur trupi është i dehidratuar, veshkat nuk mund të funksionojnë në mënyrë optimale, dhe veshkat janë organet kryesore përgjegjëse për filtrimin dhe eliminimin e acidit urik nga trupi. Studimet kanë treguar se njerëzit që pinë të paktën 8 deri në 10 gota ujë në ditë kanë një rrezik shumë më të ulët për të zhvilluar urth. Por nuk është vetëm sasia që ka rëndësi. Cilësia e ujit luan gjithashtu një rol kritik. Uji alkalin, që ka një pH mbi 7, mund të ndihmojë në neutralizimin e aciditetit të tepërt në trup. Kur dikush pi ujë alkalin, ai ndihmon në balancimin e niveleve të pH-it së gjakut dhe të lëngjeve trupore. Kjo krijon një mjedis më pak të favorshëm për formimin e kristaleve të acidit urik. Por si mund të sigurohet uji alkalin? Ekzistojnë disa opsione. Filtrat e ujit alkalin janë një zgjidhje e popularizuar. Këto pajisje përdorin një proces të quajtur ionizim për të rritur pH-in e ujit. Një alternativë më e thjeshtë është shtimi i një fete limoni në ujë. Edhe pse limoni është acid në natyrë, ai ka një efekt alkalizues në trup pasi metabolizohet. Një tjetër metodë e dobishme është konsumimi i ujit me bikarbonat natriumi. Një gjysmë lugë çaji bikarbonat e tretur në një gotë ujë mund të ndihmojë në rritjen e alkalinitetit të trupit. Por kjo duhet të bëhet me kujdes dhe jo në mënyrë të tepruar, pasi bikarbonat natriumi përmban natrium, i cili në sasi të mëdha mund të ketë efekte anësore. Një rregull i thjeshtë por efektiv është ky: sa herë që dikush ndjen uri, duhet së pari të pijë ujë. Shpesh trupi na dërgon sinjale të përziera. Ajo që ne e perceptojmë si uri mund të jetë në të vërtetë etje. Duke e bërë ujin pjesë integrale të rutinës së përditshme, trupi fillon të funksionojë më mirë në të gjitha nivelet. Mënyra e dytë: modifikimi strategjik i dietës. Ushqimi që konsumojmë ka një ndikim të drejtpërdrejtë në nivelet e aciditetit trupor. Disa ushqime janë të njohura si formues acidi, ndërsa të tjera janë alkalizuese. Çelësi qëndron në gjetjen e ekuilibrit të duhur. Ushqimet që janë të pasura me purina janë armiqt kryesor për ata që luftojnë urthin. Purinat janë përbërës kimik natyror që gjenden në shumë ushqime. Kur trupi i thyen këto purina, prodhon acid urik si produkt anësor. Kështu, konsumimi i ushqimeve me nivel të lartë purinash çon drejtpërdrejtë në nivele të larta të acidit urik. Cilat janë ushqimet me nivel të lartë purinash? Lista përfshin mish të kuq, veçanërisht organet si mëlçia dhe veshkat. Disa lloje peshqish, si sardelat, troftën dhe hamsit, gjithashtu përmbajnë nivele të larta purinash. Alkooli, veçanërisht birra, është një tjetër faktor rreziku i madh. Birra jo vetëm që përmban purina, por gjithashtu ndërhyn në aftësinë e trupit për të eliminuar acidin urik. Nga ana tjetër, ekziston një grup ushqimesh që veprojnë si aleat në luftën kundër aciditetit. Frutat dhe perimet janë alkalizuese në natyrë dhe duhet të përbëjnë bazën e çdo diete që synon të ules aciditetin trupor. Vishnjat janë veçanërisht të fuqishme.
Studimet kanë treguar se konsumimi i rregullt i vishnjas ose i lëngut të vishnjas mund të ulë nivelet e acidit urik në mënyrë të konsiderueshme. Vishnjat përmbajnë antocianine, të cilat kanë veti antiinflamatore dhe ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit në nyje. Perimet me gjethe të gjelbra të errta, si spinaqi, lakra jeshile dhe rukola, janë burime të shkëlqyera të magnezit dhe të lëndëve ushqyese të tjera që ndihmojnë në alkalizimin e trupit. Bizelet, thjerrzat dhe fasulet janë burimi proteinave bimore, të cilat janë shumë më të shëndetshme se proteina shtazore për ata që kanë probleme me acidin urik. Qitrat janë një rast interesant. Edhe pse janë acide në shije, ato kanë një efekt alkalizues në trup. Limoni, portokalli dhe grepi ndihmojnë në neutralizimin e acideve dhe në promovimin e një mjedisi më alkalin. Një koncept i rëndësishëm për të kuptuar është se dieta nuk duhet të jetë ekstreme. Nuk është fjala për eliminimin e plot të mishit ose të proteinave shtazore. Është fjala për moderim dhe ekuilibër. Një raport i mirë për të synuar është 70% ushqime alkalizuese dhe 30% ushqime acide. Kjo lejon trupin të menaxhojë aciditetin në mënyrë efektive pa e privuar veten nga lëndët ushqyese thelbësore. Mënyra e tretë, aktiviteti fizik dhe menaxhimi i peshës. Pesha trupore dhe nivelet e acidit urik kanë një lidhje të drejtë për drejtë. Studimet kanë treguar se njerëzit me mbipeshë ose me obezitet kanë një rrezik shumë më të lartë për të zhvilluar urdhë. Por pse ndodh kjo? Indet e dhjamit janë metabolikisht aktive dhe prodhojnë një sër substancash që mund të rrisin inflamacionin dhe aciditetin në trup. Për më tepër, mbipesha shpesh shoqërohet me rezistencë ndaj insulinës, e cila ndikon në mënyrën se si trupi proceson acidin urik. Kur trupi është rezistent ndaj insulinës, veshkat bëhen më pak efektive në eliminimin e acidit urik. Por lajmi i mirë se humbja e peshës, edhe në sasi modeste, mund të ketë një ndikim të dukshëm në nivelet e acidit urik. Një studim i botuar në revista të njohura mjekësore ka treguar se humbja e vetëm 5% të peshës trupore mund të ules nivelet e acidit urik në gjak. Megjithatë, ka një pikë shumë të rëndësishme: humbja e peshës duhet të jetë graduale. Dietat e rrepta që çojnë në humbje të shpejtë të peshës mund të shkaktojnë një rritje të përkohshme të acidit urik. Kur trupi shpërbën inde të dhjamit shumë shpejt, ai çliron purina në qarkullim, të cilat më pas shndërrohen në acid urik. Aktiviteti fizik luan një rol të dyfisht në menaxhimin e aciditetit trupor. Së pari, ai ndihmon në humbjen e peshës dhe në ruajtjen e një peshe të shëndetshme. Së dyti, ushtrimi rregullon nivelet e sheqerit në gjak dhe përmirëson sensitivitetin ndaj insulinës, të cilat të dyja ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të acidit urik. Por lloji i ushtrimit ka rëndësi. Aktivitetet me intensitet të moderuar, si ecja e shpejtë, noti ose ciklizmi, janë ideale. Këto forma ushtrimesh nuk i vendosin nyjeve stres të tepërt, por megjithatë ofrojnë përfitime kardiovaskulare dhe metabolike të konsiderueshme. Ushtrimi me peshë gjithashtu është i dobishëm, por duhet të bëhet me kujdes, veçanërisht për ata që tashmë kanë simptoma të urthit. Ndërtimi i muskujve ndihmon në rritjen e metabolizmit bazal, që do të thotë se trupi djeg më shumë kalori edhe në pushim. Një rutinë e rekomanduar përfshin të paktën 150 minuta aktivitet aerobik me intensitet të moderuar në javë, të shpërndarë në seancat e disa ditëve. Kjo mund të plotësohet me 2 ose 3 seanca të ushtrimit me peshë. Por aktiviteti fizik nuk duhet të jetë i strukturuar vetëm. Lëvizja gjatë gjithë ditës është po aq e rëndësishme. Ngjitja e shkallëve në vend të përdorimit të ashensorit, parkimi i makinës më larg dhe ecja ose marrja e pushimeve të shkurtra për të ecur gjatë ditës së punës janë të gjitha mënyra për të rritur aktivitetin e përditshëm. Mënyra e katërt: suplemente të fokusuara dhe mbështetje natyrale. Ndërsa dieta dhe stili i jetës janë themelet, disa suplemente dhe përbërës natyror mund të ofrojnë mbështetje shtesë në luftën kundër aciditetit trupor dhe urthit. Vitamina C është një nga suplementet më të studiuara për menaxhimin e acidit urik. Kërkime të shumta kanë treguar se vitamina C ndihmon në rritjen e eliminimit të acidit urik përmes urinës. Mekanizmi është interesant. Vitamina C ndihmon veshkat të filtrojnë më mirë acidin urik dhe të parandalojë riabsorbimin e tij në gjak. Një dozë e rekomanduar është midis 500 dhe 1000 mg në ditë. Megjithatë, është e rëndësishme të filloni me doza më të ulta dhe të rritet gradualisht, pasi sasi të mëdha të vitaminës C mund të shkaktojnë probleme të lefta tretëse tek disa njerëz. Ekstrakti i farave të selinos është një tjetër suplement natyral që ka tërhequr vëmendje për vetitë e tij diuretike.
Ai ndihmon në rritjen e prodhimit të urinës, duke ndihmuar kështu trupin të eliminojë acidin urik më shpejt. Për më tepër, selino përmban përbërës që kanë efekte antiinflamatore. Gjithashtu, nuk mund të anashkalohet rëndësia e vitaminës D. Studimet kanë treguar një lidhje midis mungesës së vitaminës D dhe niveleve të larta të acidit urik. Vitamina D luan një rol në funksionin e veshkave dhe në rregullimin e inflamacionit. Për ata që jetojnë në vende me diell të kufizuar, marrja e një suplementi të vitaminës D mund të jetë e dobishme. Kurkuma, një erëz e njohur për vetitë e saj antiinflamatore, përmban një përbërës aktiv të quajtur kurkumin. Kurkumina ka treguar premtime në reduktimin e inflamacionit në nyje dhe në menaxhimin e dhimbjeve të urthit. Për thithje më të mirë, kurkuma duhet të merret me piper të zi, i cili përmban piperin që rrit bioaksesin e kurkuminës deri në 2000%. Xhenxhefili është një tjetër agent natyror antiinflamator që mund të ndihmojë. Konsumimi i çajit të xhenxheferit ose shtimi i xhenxheferit të freskët në ushqime mund të kontribojë në reduktimin e inflamacionit dhe të dhimbjes. Por është jashtëzakonisht e rëndësishme të theksohet se suplementet nuk duhet të zëvendësojnë një dietë të shëndetshme dhe një stil jete aktiv. Ato janë pikërisht ajo që thotë emri i tyre, suplemente. Funksionojnë më mirë kur përdoren në kombinim me ndryshime të tjera pozitive në stil jetese. Për më tepër, para se të filloni çdo regjim suplementimi, është e këshillueshme të konsultoheni me një profesionist të kujdesit shëndetësor, veçanërisht nëse merrni medikamente të tjera. Disa suplemente mund të ndërveprojnë me ilaçe dhe të shkaktojnë efekte të padëshiruara. Mënyra e 5: menaxhimi i stresit dhe cilësia e gjumit. Kjo mund të duket e papritur për shumë njerëz, por stresi kronik dhe gjumi i dobët mund të kontribojnë në rritjen e aciditetit trupor dhe në zhvillimin e urthit. Kur trupi është nën stres, ai çliron kortizol, një hormon stresi. Nivelet e larta të kortizolit për periudha të gjata kohore mund të çojnë në një sër probleme shëndetësore, duke përfshirë rritjen e inflamacionit dhe ndryshime në mënyrën se si trupi menaxhon acidin urik. Stresi gjithashtu ka një ndikim indirekt, por të rëndësishëm. Kur njerëzit janë nën stres, ata shpesh kthehen në zakone të këqija ushqimore. Ushqimet ngushëlluese që janë të pasura me sheqer, krip dhe yndyrë të ngopura bëhen më tërheqëse. Gjumi humbet. Aktiviteti fizik zvoglohet. Të gjitha këto kontribojnë në një mjedis më acid në trup. Praktikimi i teknikave të menaxhimit të stresit mund të ketë një ndikim të matshëm. Meditimi është një nga metodat më të studiuara. Studimet kanë treguar se meditimi i rregullt mund të ulesë nivelet e kortizolit, të përmirësoj presionin e gjakut dhe të rrisë mirëqenien e përgjithshme. Edhe vetëm 5 deri në 10 minuta meditim në ditë mund të bëjnë ndryshim. Ekzistojnë aplikacione të shumta dhe burime online që ofrojnë meditim të udhëhequr për fillestar. Ushtrimet e frymëmarrjes janë një mjet tjetër i fuqishëm. Frymëmarrja e thellë dhe e kontrolluar aktivizon sistemin nervor parasimpatik, i cili promovon relaksim dhe rikuperim. Një teknikë e thjeshtë është frymëmarrja 4-7-8. Frymëmarrje përmes hundës për 4 sekonda, mbajtje e frymës për 7 sekonda dhe nxjerrje e frymës përmes gojës për 8 sekonda. Gjumi është po aq kritik. Gjatë gjumit, trupi kryen funksione riparuese thelbësore. Veshkat filtrojnë dhe eliminojnë toksinat, duke përfshirë acidin urik. Kur gjumi është i ndërprerë ose i pamjaftueshëm, këto procese nuk kryhen në mënyrë optimale. Studime të shumta kanë lidhur mungesën e gjumit me nivele më të larta të inflamacionit dhe me rrezik të rritur për sëmundje kronike. Për ata që kanë urth, gjumi i dobët mund të përkeqësojë simptomat dhe të zvogëlojë efikasitetin e trajtimit. Krijimi i një rutine të qëndrueshme të gjumit është thelbësor. Kjo do të thotë të shkosh në shtrat dhe të zgjohesh në të njëjtën orë çdo ditë, edhe në fundjavë. Dhoma e gjumit duhet të jetë e errët, e qetë dhe e freskët. Temperaturat midis 16 dhe 19 gradë Celsius konsiderohen ideale për gjumë. Shmangja e ekraneve të paktën 1 orë përpara gjumit gjithashtu është e rëndësishme. Drita blu që emetohet nga telefona, tableta dhe kompjutera ndërhyn në prodhimin e melatoninës, hormonit që rregullon ciklin e gjumit. Aktivitete relaksuese përpara gjumit, si leximi i një libri, dëgjimi i muzikës së qetë ose bërja e një banje të ngrohtë, mund të sinjalizojnë trupit se është koha për të kaluar në gjendje pushimi. Ulja e aciditetit trupor dhe parandalimi i urthit nuk është një qasje me një zgjidhje të vetme. Është një strategji shumë dimensionale që kërkon angazhim dhe konsistencë. Hidratimi i duhur, ndryshimet në dietë, aktiviteti fizik, suplementet e menduara mirë dhe menaxhimi i stresit duhet të punojnë së bashku.
Secili prej këtyre elementeve përforcon tjetrin duke krijuar një efekt sinergjetik, që është më i fuqishëm se shuma e pjesëve individuale. Personi që përmendëm në fillim, bruaja që zgjohej me dhimbje në nyje, mund të ndryshojë rrugtimin e saj shëndetësor. Duke përqafuar këto 5 parime, ajo mund jo vetëm të menaxhojë simptomat, por edhe të parandalojë përparimin e urthit.